Tashmë tek tensionet e krijuara ditën e djeshme në protestën e mbajtur nga qytetarët pranë parlamentit, aty ku në fakt ka patur disa persona të cilët edhe janë dhunuar, po ashtu edhe arrestuar, qoftë edhe efektiv të policisë, po nga ana tjetër edhe arrestimin e disa prej qytetarëve që ishin pjesë e kësaj proteste. Nuk dihet nëse ende janë liruar, megjithatë pyesim Sido Barkan, i cili na bashkohet në komunikim të drejtë për drejtë. Sido, mirëmëngjes. Mirëmëngjes Sido. Mirëmëngjes Flori, në fakt ditën e djeshme policia e Tiranës kanë shoqëruar 32 qytetar protestues, të cilët në fakt ditën e djeshme sipas uniformave blu kanë ushtruar dhunë ndaj policëve dhe efektiveve gjatë protestës së zhvilluar. Nga 32 persona të shoqëruar, vetëm 2 janë arrestuar, megjithatë pritet një njoftim zyrtar i policisë së Tiranës sa i takon detajeve në lidhje me personat e arrestuar ose personat të cilët do të hetohen në gjendje të lira apo dhe akuzat që rëndojnë ndaj tyre. Kuptohet të paktën nëse referuar protestave në të kaluar, në ato pritet të akuzohen për blokim të padrejtë të rrugëve apo kundërshtim të forcave të policisë ose gjuajtje për shkak të detyrës. Megjithatë do të jetë një njoftim i detajuar i policisë së Tiranës në orët në vijim sa i takon zhvillimeve ndjes të hetimeve në lidhje me protestën e ditës së djeshme. Protesta në fakt e ditës së djeshme nisi rreth orës 9 të mëngjesit, e cila zgjati deri në orën 17:00, pra për afër 8 orësh, dhjetra qytetar protestuan në rrugët e Tiranës në perimetrin përreth kuvendit të Shqipërisë kundër seancës plenare që u zhvillua ditën e djeshme. Në fakt ata kanë tentuar që të kenë le të themi një kontakt me deputetët e kuvendit për të qelluar me vezë, por janë bllokuar nga policia e Tiranës, e cila kishte zgjeruar perimetrin e sigurisë në lidhje me mbarvajtjen le të themi të kësaj proteste. Sa i takon perimetrit të policisë, qytetarët u ndaluan që të futeshin në zonën e pedonales në afërsitë të Ministrisë së Brendshme, gjithashtu u krijua edhe një perimetër me profile metalike në afërsitë të kuvendit, pra sa kalon ushtarin e panjor ose tek rruga Elbasanit. Në këto kushte pra pati një perimetër më të zgjeruar për futjen dhe hyrjen dhe daljen të deputetëve që mos kenë kontakte me protestuesit, të cilët ishin furnizuar me vezë për të qelluar në drejtim të tyre, siç ka ndodhur dhe në protestat e kaluara. Duket sikur ky perimetër zgjeruar le të themi i irritoi qytetarët, të cilët patën në disa episode dhe përplasje fizike me efektive të policisë, të cilët qytetarët tentuan që të çajnë kordonin për të futur brenda ambienteve ose për të afruar brenda ambienteve të kuvendit. Megjithatë policia i ka ndaluar duke i hedhur duke i penguar për me gardhe metalike, por dhe me kordonin policor, me pas kuptohet ose siç u përcjell dhe nga pamjet, qytetarët që duan në drejtim të policisë me sendet e forta, me gur, me vezë ose me mjetet e tjera të cilat i gjetën në rrugë, dhe policia ju kundërpërgjigj duke përdorur autobotet me ujë për të shpërndar turmat. Ishin në fakt dhjetra qytetarët të cilët qëndruan deri në fund, edhe pse pati akte dhune ishin të paktën disa episode, jo gjatë 8 orëve të protestës që u shoqëruan me akte dhe përplasje mes protestuesve dhe qytetarëve, për më shumë orë ato ndajtën të ulur në rrugë duke mos lejuar qarkullimin e automjeteve dhe duke pritur deri në përfundim të seancës. Kuptohet që me pas policia ka identifikuar të paktën siç ndodh në çdo protestë dhe personat të cilët kanë kryer akte dhune dhe i ka shoqëruar ato në ambientet e komisariateve në Tiranë, ku 2 prej tyre janë arrestuar. Si pasojë e protestës ditën e djeshme në fakt ishin dhe 17 persona. Pjesa më e madhe e tyre ishin efektiv të policisë, të cilët pësuan lëndime, kryesisht në pjesën e kokës ose në pjesë të tryshme të trupit, madje disa prej tyre kanë përfunduar dhe me çarje në kokë, ku dërguan më njëherë në spital për marrjen e ndihmës së shpejtë. Mes 17 personave të lënduar nuk ishin të gjithë, pjesa më e madhe ishin efektiv policie, por disa ishin qytetarë të cilët ishin ndjekur si pasojë e përdorimit të sprajtit me piper ose nga uji që hodhi policia për të shpërndar turmat. Të gjithë personat të lënduar janë larguar nga ambientet e spitalit pasi kishin lëndime të lehta si përfaqësore dhe ndodhen jashtë rrezikut për jetën, kuptohet. Ndërkohë, Sido, duke referuar shifrave që sollet 32 të shoqëruar, 2 të arrestuar, të cilët do dalin ditën e sotme para trupit gjykues. Në raport edhe me gjykimet e tjera që janë bërë nga ndaj protestuesve, si pritet që të merret vendimi ditën e sotme? Do të gjykohen në gjendje të lirë, do të mbeten në arrest me burg? Kjo ngelet për të parë në fakt, Flori, se kur do t'i përcjell policia e Tiranës materialet pranë prokurorisë dhe kjo e fundit për të plotësuar dhe 72 orë, të cilët pra duhet të qëndrojnë në bllokun e sigurisë protestuesit të arrestuar dhe me pas do të përballen me tokat e zeza. Megjithatë, nëse i referohemi protestave në të kaluarën, pjesa më e madhe e qytetarëve janë liruar nga qelia, janë lënë të lirë, janë ndjekur në gjendje të lirë, pra proceduralisht nga ana e prokurorisë, hetimet kanë vazhduar në gjendje të lirë. Megjithatë, në protestën e kaluar ku ndodhen le të themi
incidentet dhe përplasjet e forta mes protestuesve dhe efektiveve të policisë. Kujtojmë dhe rastet ku u sulmua dhe një automjet i forcave të policisë, pati dhe arrestimin të tyre, në fakt u lanë dhe në fuqi disa masa, por më të zbutura nga ana gjykata, se paktën për disa persona të arrestuar, ato u lanë në arrest shtëpie. Pra, u duk si kur tokat e zeza shpërsuan dorën, le të themi, në vendimet e tyre, duke mos i liruar të gjithë protestuesit dhe të ndiqin në gjendje të lirë, por i vendosit të paktën njërin prej tyre dhe në arrest shtëpie. Ngelet për të parë cili do të jetë vendimi i tokave të zeza në lidhje me dy arrestimet e ditës së dieshme të policisë së Tiranës sa i takon përplasjeve që u shënuan po ditën e dieshme gjatë protestës. E qartë, mirë, si do ne të falenderojmë për gjitha këto detaje, sigurisht çdo gjë mbetet për tu parë edhe sepse janë orët e para pas protestës dhe qytetarëve që janë arrestuar.